Kandidati LDK-s Driton Selmanaj bashkë me disa nga kandidatët për kuvendar takon mësimdhënësit e Prizrenit. Kandidati Selmanaj pohon pa taknësinë të takojë arsimtarët e shkollave tona për një bisedë të hapur mbi çështje themelore që lidhen me arsimin dhe zhvillimin e nxënësve, përveç diskutimeve të përditshme që lidhen me funksionimin e shkollave dhe procesin mësimor. U fokusova edhe tek një çështje shumë të rëndësishme dhe të ndjeshme, mbështetjen e stafit shtesë për nxënësit me nevoja të veçanta. Kjo mbështetje do të shërbejë gjatë gjithë procesit mësimor, duke siguruar kujdes dhe ndihmë të drejtpërdrejtë për ata që kanë nevojë më të madhe apo specifike. Gjithashtu diskutuam edhe për shërbimin e logopedisë, i cili do të ofrohet një herë në javë për ciklin e ulët, duke ndihmuar fëmijët të përmirësojnë aftësitë e tyre gjuhësore dhe të ndihen të mbështetur në mjedisin shkollor. Takimi ishte jashtëzakonisht produktiv. Pjesëmarrësit shërbyen ide, sugjerime dhe mbështetje për këtë plan, duke treguar për kushtimin dhe vullnetin e tyre për të ndihmuar çdo nxënës. Ky është një hap konkret drejt një arsimi të përfshirë, të kujdesshëm dhe të barabartë, ku çdo fëmijë ka mundësinë të mësojë dhe të zhvillohet në një mjedis mbështetës.